Dashuri ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam në hadithin që e transmeton Abu Dherri dhe Muadh ibn Jabeli radiallahu anhuma, Zoti qoftë i kënaqur me ata të dy. Profeti alayhi salatu wassalam na porosit të gjithëve neve dhe na thot ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Friksoju Allahu xhaleshanu kudo që ti jesh, në çdo gjendje, në çdo kohë, në çdo moment. Dhe veprën e keqe ose gabimin, mëkatin, pasoje me një vepër të mirë që ta fshish atë. Dhe vazhdo që të sillesh me njerëzit me moralin edhe me sjelljen e mirë. Porosi e artë, porosi shumë e bukur nga Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Gjithmonë në fen tonë i dërguar i Allahut neve na porosit për optimizëm dhe pozitivitet. Nuk ka vend në fen tonë për pasivitetin, dëshpërimin, stresin dhe pesimizmin. Të kesh në zemër Allahun xhaleshanu më të madhin, krijuesin e gjithësisë. Të kesh në zemër dashurinë për Zotin tënd. Të kesh zgjedhur për model Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, modelin më të bukur që na e caktoi neve Allahu xhaleshanu. Pasha Allahu në atë zemër nuk duhet ketë vend për pesimizëm dhe pasivitet. Nuk ka vend që demoralizohet pra besimtari në këtë jetë.